Shmi që po e bëni këtë sintez të bukur, është Tryeze Rëmbullak që rall here sho, unë të rëvej drejta në gjithë e Macedona si të kam mundë si të asho, po të shqiptarat e ketë vetë, ndoshta, besoj që e vetë. Ajo që tha dhe kolegu normalisht në irritojnë edhe ka pak në sendet, sepse ne në munges të institucioneve bëjmë edhe gabime, normal. Po tani është fatkeqësia edhe ka njerë thëmë edhe fatmirësia që kemi entuziast që po ju dheqin të grupe, po asjelin të materialet vjetra, të ritualet moqme, po asjelin të improvizime, të inskenime, dramatizime të bukura, këndime me shumë mund, me shumë vujtje, po ajo është e rëndësishme shumë, po është edhe e juaja që po e bëni sot, këtë analizë të bukur që po mundohen të jepni pak frim, pak inspirim edhe grupeve, sepse Tuzi festivali Rapsha po dallon nga gjitha festivalet tjera, sepse po është një raritet, po shef në një vajzë, një femër që është drejtëresh, që se ke kërkunt, që ka mbështetje normale të gjithë këtij komuniteti, po që është një raritet dhe që është një shembull që ta marrim të gjithë tjerët. Është edhe mungesë institucioneve, shembull ne nuk kemi dorë shteti, ju e dini Maqedonia është një vështirësi e madhe, po ndodhin ato tensionet të larta që shprehen edhe në art dhe në kulturë, dhe ne si grup artistik që do sillim sonte një ritual të bukur dasme, nga kulaçi, nga forma e dramatizimit, një dasme të vërtet gostivari. E pata qëllimin që unë dua t'i përgëzoj ata artistë që ta sjellin sonte atë material, sepse ata po mundohen nga gjyshret e tyre, nga arkat e vjetra, t'i sjellin ato kostume të bukura, atë material që rrallë gjen. Sepse ne s'kemi shtetin atje, po s'kemi as edhe ndihmën e një institucioni, ta themi, sepse unë po ecet e Maqedonës të kanë institucione. Kanë Institutin e Etnologjisë Antropologjisë, kanë Institutin e Folklorit, Marko Cepenkov, kanë Fakultetin e Etnokoreologjisë e kështu me radhë. Vjen keq që ju mungon sonte një koreograf, po është etnomuzikologu, profesori është Kozeta, është profesori Zimbera, janë ekspert fushave dhe është shumë mirë që po i bëni të analiza. Dhe është mirë të na kritikoni, sepse ne kemi nevojë të na thoni atë që është profesionale. Unë megjithatë pse merrem me këtë fushë, po ka shumë grupe që po bëjnë gabime jo që dua, po se kuptojnë. Kam pas një debat me profesoreshën Alimi në Tetov dhe ne nga padituria i veshim shamijat nga e prapa. Ato ruzat i venin kështu, kurse ajo mënyrë ishte mënyrë slave. Edhe ma ka thonë para 20 vjetësh, unë e kom rikthyer e kom përmirësuar, edhe është mirë që kur ti bëni këto debate, edhe pse ka njëherë tensione, jemi shqiptar, na preket sedra, na i prekni sedrën. Për të mirën atin e gjeneratave që do vinë, që mos i ngatrojmë edhe mos i rrugtojmë keq, sepse ata nuk dinë, dhe ta bëjnë folklorin dhe t'i bëjnë ato sajeset e padëshirueshme. Ne kemi pru folklorin autokton, po mund të bëjmë edhe gabime, është normale dhe është natyrshme, ta edhe kolegu kishte drejtë e irrituar shumë s'ka dorë shteti. Dhe ne mi t'lene një, më them hares, për me t'lene kështu në furnirë, stuhike punojmë, bëjmë edhe gabime shumë, po duhet jeni të kënaqur që po bijmë materiale nga zonat ndryshme, edhe për habi nga njerë them edhe arti amator po sjell vlera shumë të mëdha, e çuditshme. Edhe më pëlqeu kjo formë e debatit, sepse unë edhe para 4 vitesh më qenë të përka qenë një debat shumë me një tension shumë të lartë. Vjen mirë që është i qetë sonte, e keni përzgjedhur ekipin e mirë që t'i bisedoni këto tema të mira, na jepni sugjerimet, na kritikoni, edhe ne të bashkëpunojmë me ju. Tu uroj sukses edhe sonte, të kalojmë mirë, sepse folklori nuk matet me çmime, është vlerë. Vlerat kombëtare s'kan çmim. Faleminderit.